Objekti paskarëve tuaj është? I babës tim me vëllezërit e mi. Ju ka njoftu për ndërhyrjen ditën e Absolutisht asnjë lloj njoftimi. Asnjë lloj njoftimi, se më na pa njoftuar një veten çik më të liruar. Bile se më kanë bërë rrethim të pa në mes në orën 5 mëngjesit, që janë traumatizuar gjithë familja. Unë për fatin më të mirë isha sapo isha zgjuar, kur dola në borë dhe i shoh rrethu shtëpinë katëron sikur nuk mund nejt edhe pa folu, thash me pak janë kriminal me pa vëra 30 veta ky rrethim thash nuk ashtu. Hajdeni, pim kafe, rrim thash, kur të vinë njerëzit vazhdojmë të bëjmë shembje të këjmë punë. Thash me që keni ardhur për këtë punë. Mirë po s'na lan as me urrëthua, as me afrua, as me shumë me nxjerr as se një lloj materiali është ishte gjendje. Por nuk është ndonjë problem. Shteti e ka marrë me që fiton shteti me këto shemje, i uroj ta vazhdojnë deri në fund. Asgjë më tepër. Për sa është vlera që mund keni investuar? po vlera te 300.000 euro kalon atë aty anej. Ti vlerësojnë ata që janë arkitektë. Po e të pagu me i kalojnë ata. Por Si do ja bëni? Do të lejoni për që? ç'a do bëjnë, do prishet, dinamiti do vendoset, do jesh këtu, po do ishte me nejtë, me po drejt për drejt online prishjen. Ç'a do i bëjmë? Bëjmë luftë me shtet? Luftë me shtet bëjmë dot.